Ju përshëndes, Shqipëria, a është vendi më i rëndësishëm në Evropë? Po sikur të jetë kështu. Sot do t'ju tregoj disa pika të rëndësishme që jam i bindur që do t'ju bëj që të ndryshoni mendim. Kush është rastësisht si gjithmonë nëse nuk e ka bërë ende bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Normal që këto janë të vërtetat e mia. Unë des shkëndien, por le ta diskutojmë së bashku dhe do të më thoni ju nëse këto që do t'ju them unë, këto pika janë të rëndësishme ose jo, ose nëse Shqipëria zë vendin e parë në Evropë ose ndoshta edhe në botë. Dëgjojeni me kujdes. Pika 1. Sa herë që flas me shokët e mi, më thon diçka të rëndësishme. Si është e mundur që sa herë që shkojmë në Shqipëri, shikojmë vetëm makina luksuoze. Me një fjalë, makina të niveleve të larta. Po flasim që në bazë të çmimeve që gjenden në Shqipëri, që janë shumë më të larta se në Itali, madje edhe rroga në Shqipëri është shumë e ulët, sidoqoftë makinat janë tepër luksoze. Dhe pyetja është pse? Ma thoni ju. Unë po pres tani të më thoni ju. Unë do t'ju them vetëm pikat, ju thash dhe njerë. Tjetra. Në një kohë shumë të shkurtër, biznesmen të mëdhenj nga mbar bota kanë pushtuar Shqipërinë. Pra, biznesmen po flasim me miliarda dhe po vinë dhe të tjerë akoma. Të tjerë nga vende të tjera, gjë që siç kishte ndodhur edhe në Poloni. Në Poloni ndodhi e njëjta gjë para shumë viteve, që të rroqën shumë biznesmen, por nuk kishte ndodhur kurrë një gjë ashtu siç edhe Shqipëria. Dhe pyetja tjetër është pse në Shqipëri kaq shumë dhe në vendet e tjera jo? Pra, pse kaq investitor të mëdhenj, oligark nga mbar bota investojnë në Shqipëri? Pika tjetër. Pse në Shqipëri investojnë kompani të mëdha, jo privat në këtë rast, por kompani të mëdha, kompani që kanë buxhet financiar të papar, që kanë filluar të bëjnë, për shembull, po flas vetëm dy, portin e Vlorës, portin e Durrësit, etj. Pra pse në Shqipëri? Pse nuk shkojnë në vende të tjera aq sa dhe në Shqipëri? Pra në Shqipëri kanë, po ta shikoni, investimet janë kolosale. Tjetra, që është akoma më e rëndësishme, si është e mundur që të vendosin vendet e huaja në Shqipëri, sepse ne e dim shumë mirë që politika shqiptare nuk është një gjendje që të vendos fatin e shqiptarëve, por e vendos politika e huaj. Më thoni ju, është e vërtet apo jo? Pra, mundet që politika të huaja për arsye X bëjnë që të ikin një pjesë e madhe e shqiptarëve nga Shqipëria, duke u zhvendosur dhe duke vendosur të tjerë, pra të vendeve të tjera. Tjetra, që është edhe kjo e rëndësishme, si është e mundur që në një vend kaq të vogël të ketë një buxhet financiar shtetëror kaq të vogël. Pra, në një vend të vogël, me një punësi kaq të madhe, me investues të mirë dhe të fuqishëm, investitor po flas edhe privat, edhe ato që u thash më përpara, edhe kompani të mëdha, të ketë një buxhet financiar të ulët, sepse në krahasim për shembull me Kosovën apo me vende të tjera, në Shqipëri buxheti është shumë i vogël, po flasim edhe një herë flasim për një buxhet që duhet të ishte shumë herë më shumë, sepse nëse ka investitor të huaj, nëse ka kompani të huaja, por edhe oligark shqiptar, njëkohësisht edhe investime në Shqipëri, atëherë si është e mundur që buxheti shtetëror të jetë kaq i ulët? Dhe tjetra, si është e mundur që në Shqipëri të ketë makina luksoze që kushtojnë qindra mijëra euro, kur për shembull, nëse do të flasim për shembull për Bari, në qytetin e Barit në Itali, ose në Brinzi. Nëse do shkojmë dhe do numërojmë Ferrari, apo, si t'ju them, apo Lamborghini, apo ku ta di unë, janë shumë herë më pak, në krahasim me Shqipërinë. Prisni pak. Shqipëria ka 2,5 milion banor, 3 milion banor. Në 3 milion banor, që të kesh gjithë ato Ferrari, gjithë ato Bentley, gjithë ato Porsche, gjithë ato makina, që unë mbaj mend që kisha bërë një listë këtë dhe kisha bërë një foto ku kisha publikuar të gjithë listën e makinave më të rëndësishme, dhe në krahasim me Italinë, në Shqipëri janë 16% më shumë se në Itali. Pra 16% më shumë. E dini se çfarë do thotë apo jo? I bie që buxheti financiar shtetëror duhet të ishte të paktën 3 fishi. Tani, ata që janë në financë e dinë shumë mirë se përse po flas. Dhe si është e mundur, nga vinë këto të ardhura, ose më mirë, nga vinë këto para? Sepse që të blesh një makinë luksoze, do të thotë që ti ke para. Atëherë kush janë këto të ardhura që
nga vinë këto të ardhura për të patur një buxhet financiar kaq të madh. Po flas privat. Shikoni, në një kohë shumë të shkurtër Shqipëria bëri një zhvillim kolosal. Po ta shikoni në krahasim për shembull me Rumaninë, unë marr gjithmonë për bazë Rumaninë dhe do t'ju them se përse. Atëre, Shqipëria deri në vitin 92-93 ishte le të themi ende në epokën e mesjetës, të themi të vërtetën. Dhe pas atij momenti filloi ndryshimi i madh. Dhe kryesisht ishin ata që jetonin jashtë, pra njerëz që jetonin jashtë, si për shembull dhe ne që investuam në Shqipëri etj. Sepse një pjesë e madhe e shqiptarëve kanë investuar, ata që kanë punuar jashtë kanë investuar në Shqipëri. Madje edhe sot investojnë, ju keni investuar, për shembull sa keni investuar në Shqipëri? Ose më mirë po ju them kështu, sa keni prodhuar ju të ardhua financiare jashtë vendit dhe sa keni investuar jashtë vendit dhe sa keni investuar në Shqipëri. Pra, në qoftë se do të bëjmë një krahasim me Rumaninë, Rumania është shumë herë më pak se sa Shqipëria. Pra, për sa i përket investimeve po flas. Qoftë atyre që kanë jetuar jashtë, por edhe atyre që jetojnë brenda në Rumani. Disa thonë që janë ligjet. Unë nuk besoj që janë ligjet. Tjetra, që është akoma më e rëndësishme, si është e mundur që Shqipëria duke patur 7 mineralet, sepse është një nga vendet më të rralla në botë, mos themi unik në botë, me 7 minerale në bazë të metrave katror. Pra në 28.000 km2 të ketë 7 minerale dhe si është e mundur që të ketë 7 minerale një vend kaq i vogël, ku përbri, për shembull, gjendet Malizi, që them Malizi sepse apo Kroacia, sepse janë në një linjë dhe kanë Bregdetin, kanë malet, kanë çdo gjë, ashtu siç dhe Shqipëria, nuk po themi në thellësi, po themi në brigje. Pra si është e mundur që vendet e tjera nuk kanë 7 minerale. Okay? Kroacia më duket ka 4, ka disa vende që kanë 5, por askush në botë nuk ka 7 minerale për sa i përket metrave katror, pra si vend. Si është e mundur? Pse Shqipëria? Tjetra, si është e mundur që thuhet që Meridiani Zero kalon në Shqipëri dhe po ju ndihmojmë për këtë që të kuptohet më mirë biseda që do t'i them tani. Si është e mundur që Meridiani Zero kalon në Shqipëri dhe thuhet që Meridiani i vjetër flitet, ai reali, dhe thuhet që ka disa fusha magnetike të çuditshme. Dhe nga këto fusha magnetike të çuditshme kanë qenë që prej kohërave antike disa si mund quhen orakuj ose disa vende okulte ku njerëzit shkojnë dhe falen. Pse duhet të gjenden në Shqipëri? Dhe nëse se kjo është e vërtet, atëre mundet që ka disa vende të huaja dhe disa personazh të huaj që shkojnë në Shqipëri në një vend të caktuar, pikërisht për të mbledhur në këto vendet okulte. Për këtë kanë folur edhe në për televizione. Më përpara kur flisja me superlativa nuk e kishin kuptuar shumë, por megjithatë pak rëndësi ka. E rëndësishme është që tregohet që vazhdojnë ende sot. Pra, kush vendos në Shqipëri që të mbetet gjithmonë në këtë forum Shqipëria siç është sot, për shembull, që e lën qëllimisht një vend asnjanës. Pra ju çfarë mendimi keni? Ka një listë të pafundë, për shembull mos të flasim edhe për lokalet. Në një vend si Shqipëria, që janë me një pagesë mujore shumë herë më pak se vendet fqinj, nga Italia, Zvicra, Gjermania, Greqia etj. Lokalet në Shqipëri nga mëngjesi deri në darkë janë rrafsh. Dhe ky është misteri tjetër që askush nuk e shpjegon. Dikush thotë që okay, pin një kafe, dikush thotë pin vetëm një ujë, pak rëndësi ka. Janë rrafsh. Si është e mundur? Pra, në një vend ku buxheti financiar shtetëror është i ulët, po ashtu edhe ai personal, si është e mundur? Ju, çfarë mendimi keni? Ju ngacmova për këto gjëra të rëndësishme, këto pika që ju thash, për të kuptuar që Shqipëria ka qenë, është dhe do të mbetet një nga vendet më të rëndësishme në Evropë, madje edhe në botë. Pres komentet tuaja. Ditë mbarë.